Me neve sonda është, si thashtë edhe më herë, nduhe gjinji. Nduhe faleminderit shumë që pranove intervistën nderuar. Ashtu edhe për ju. Nduhe thashtë edhe më herë në prezantim, si ndodhe që bashkë juve ju kërkuan t'i gjeni 4 dëshmitar katolik për të dëshmuar në Hagë kundër presidentit Hashim Thaçi. Si u lidhe me Ridvan Muharremin? Unë kam deklarat për me Berat Roles. Kam qaru që shmëro me Ridvani mu taku për mes të vanë drejtina. Për çka? Për biznes, ha? Na patëm ardhme një Gjerman më bo biznisa aty, do më thonë njerë e patëm biznisin për më morë me shtëpia. Po? Atëra në ro takimi e lypi Ridvan Muharremi mund taku në Shqipëri. Mos më ro në Kosovë, me met pak se u shep, i thaj, në kanë ardhur njerëz shumë të interesantë. Edhe do më thonë lloj temat biznisov, atëra rom temën e do më thonë nesër të rom temën ku shkova te buke krypa, Buke Zamër, po restorani Buke Zamër që është pronari Ridvan Muharremi, no? E të këtoj sa e Gjermoni jem e pat unazën me veti, sa e një grup thirë gjermanesht e fejmarë, në janë të elimit. E ta kënë shumë të interesu, edhe kun pas jam i lidhë me ta. Do më thona një ditë për para se vnetë me ta i ro puna ju katolikë një besnike, ne atë ne. Po? Atër më kërkoj, tha mi gjanë 4 katolikë, jo, besa i ro, vlovi jam i tregoj, tha unë jam krejt atu në jonë, do më thani i shumë ullë, ta ngër, atë vlovi jam i tha, na krejt atu një ka votu për të vendosë, do më thaj një mërë një pjesë shumë madhe të ullë. Po. Edhe i kërkoj, i bim shkurt, i kërkoj 4 katolikë, dëshmitar. Po shka dëshmitar? Kundra Thaçit. Po ti ju në atë kohë do më thonë, keni qenë do më thonë edhe si meq me fajnë Baqinjov si me vetëvendosës, se ti me i ke dërgu da foto, apo, a ke qenë atë pjesë? Unë me ta, jam konë për me shokët e ti, a i ku erdhe në Gjermani, edhe u takum në Hamburg, edhe u takum me Rus. Me Rus? Edhe me Rus edhe e pruni një prokuror a i me veti. Me fajt Baqinjovsi? Kam edhe në video prokurorin, dhe kam qesu. Po, me fajt Baqinjovsi ka pruni prokuror? A e pruni prokurorin me veti dhe tha, qatë ndodhë kënë ambron neve. Rasti për 4 katolik, dëshmitar, o konë një punë tjetër. Po? Atëra... Po, për çka ka orë me fajt Baqinjovsi në Gjermani me ty, që shenë jo? Me Rusë. Do më thonë, edhe aji erë me një loj biznisi për grunë, për shumë loje biznisi. Aji s'ka përti dhe me Ridvan Muharremin, kur gjanë do më thonë me 4 katolikë. Po, është rast tjetër, do më thonë? Do më thonë rast tjetër është. E për çka ka konkretisht erë me familje me ata Rus? Çka të kërkuan ty? Me familjen e punën për Berlinit, është pas një katë. Erë në Hamburg, për Hamburgit në taku me Elmthorn. Afër Hamburgit, dhe u taku me Rus më folë, do më thonë, tha kam prokuror me veti, njërë besimtar, do më thonë këtë punë, tha qatë më talë këtë në më prokuror. Po për çka? Edhe nesëm në më bo fotografi, tha ju prokuror në panë me qimë. A ishte prokurori vendore ndërkombëtar? Vendore ndërkombëtar prokurori? Prokurori i Kosovës. E për çka keni folë konkretisht me fajtjen ata kemë? Për bizniset, do më thonë, i afru në Rusë për më bo biznise me Rusë. Edhe unë aty thash, jo, në unë zbajmë me Rusë. Do më thonë, Kosova, na kena bëllë biznise në Kosovë, muj me Gjerman, muj me të Austri, Vitres, me Europë, është përnu, me Rusë, në konë gjendje, shkon ka konë tema. Se në konë tema, se Ridvan Muharremi mu mi qëj fotografit dhe i kam dhe pratë për shkolla, për me shqit orme në Ukrajinë, po. Me bdje orme për Turqisë, me shqit në Ukrajinë, po, kush e ka po intervistën e dhe?
Po, a di që të marrë mu interesant? Ha? Me mjop mu pore, me gjithë katolik, me shtin thikën në popull, shqiptarët, musliman shqiptar katolik, ajo ka një sistem shumë i mirë i importit. Pa atë ka ofru pare kërë Ridvani për... Ato ofroj ti pare Ridvan Muharremi për këtë rast? Po normal se më kanë kërku, kanë ndeshur më pare, po dhe normal, kur e kam jop deklaratën, në Hamburg jam ka me njerëz ja pet, mi kanë afru 340.000 euro, vetëm më dalë pak dikon të lizër, më thonë, jo, sa konë ashtu, së kërë kam shpikune. Do me thonë, vishta sërëm nduhe, pas e ke dhonë intervjistën të Berat Buxhola, ja kanë ofru 340.000 euro për me të rekat intervjist. Kush ma saksisht i ka ofru këtë para? Burgët janë vetë vendosjes, njerëzit se më kanë kritiku shumë, masanej më thanë, heke këta se ki më hongër me lukë të kotit. I thash, ata që kanë vdek, e që kanë liftu për atë dhe tëni, une nuk ha të kotit, unë ha me lukë normali se nuk kam më të tjetë. Po, e tash në, se tash të kanë thirë si dëshmitar nëse s'ka bëj për rezervat e Gerunit, kryeministrin Kurti. Kryesisht normale. Po, kryesisht normale. A keni folë edhe për Gerun me Ridvan Muharremin? Kuptoni se ka të bëjë me Prokurorin Special të Kosovës, ju të Hogës. Po. Thesa. Në kena folë për Gerunet, folë qëre të drejt. Po. Konë shpet të Ridvanit, jam konë hotel aty kur restorante. Na kemi shumë, do më thonë kjo një orë me spiku. Për mu që konë, tas mu i halo me këtu, një pru dëshmetarët në pare, kundra, historisë, popullit tënë. Unë vetëm një du mja spiku popullit tënë, që ata njerëzi se luftun për popullin tënë. Mendo vetëm një, të kupë Kosova, ata janë konë krejt vrau me të grimë. Shëqërë se nga pështoj bota, Amerika e pështum, se mës kështëm pështu na, si popull shqiptar, që ata se kanë ko pushkën dorë, ata gjallë as një për të ndër në konë. E vërtet. Nduhe, edhe në diçka, kush e sheket intervjist të imën, tash mund me thonë që nduhe ma është pjesë e PDK-s, ka mu bo kryetar në Gjermani, dhe me thonë, realisht, a ke qenë ti pjesë e PDK-s, kur ke nejt me Ridvan Muharremin? Unë ma shumë të ka nejt me PDK-s, kam nejt me pesh me në vizitën të në quni, shumë vetë vendosjes. Unë jam një njërë nuk me dallim dhe Po, jenë nuk ma kuptove pyetjen, të lutem ma dëgjë pyetjen. A ke qenë në Partinë Demokratike të Kosovës kur jeni takuar me Ridvan Muharremin? Ja, E kur je kysh në PDK? Unë në mars jam kontakuar me këtë Ridvan Muharremin, në PDK dikon me 30 prill në zgabosha. E pse? Se ti ke thonë që vetë vendusat ka shtimu bo me PDK? Faleminderit për i vetë vendosjes, po është e kisho marmi se servet në shpitonën. Edhe ajo shpia vetë vendosje. Armiku më edhe ata ma afrun me dashku që kënë edhe njëherë më shumë. Nduhe, po, a je gatshëm që kur të vish Kosovë me dhonë një intervjist pak ma gjatë edhe me shpiku ma detaje sanët? Ta drejt, në qofë... A mo intervjist në nëbetim para prokurorit, jo intervjist biset të tjirë. Po, se s'po të gjumë. Në qoftë të nuk lajmërohet kush prej Kosovë, një prokuror, një gjyqtar, tjetë kush tjetë, unë du të me jobë deklarat BND. BND-ja përpasun shumë ma ka lypë deklaratën. Unë e kam thonë, unë nuk jam së për ata se shkujt hagë më rajë, unë se prishi po. A dhe që do më thonë me jobë unë deklaratën këtu në Gjermani, a dhe sa da më të popullin të, shtetin të. Unë që ata prisë një deklaratë, mas por e kam prit për Albin Kurtit, me thonë një herë, që puna këti njerët si afrojnë duhe gjinit arme me ka 360 milion. Që puna këti njerët se i lypi 4 dëshmetarë të rejnë shumë me shti popullin në me veti. Pse na me gjithë dëshmetarë? Pse më që dëshmetarë në Haga? Pa në ma spiku mund vetëm një njerë. Falem të pasit i kanë studje, nuk të njëfë. Po, është avokati Gazmend Alila edhe po do më të aboni pyetje. A besoj që ke pyetje, dhe ma prokuror, a të ka kontaktu në kush
prokurorëve të Kosovës me dhonë këtë deklaratë. Ja, unë e përkush në polemë. Apo vjeni ditë në Kosovë ti, unë të marrë bashkë të prokurori dhe jepi deklaratën në nënbetim duke të respektu gjitha të drejtat e garantuar me ligj edhe kushtetuar për këtë çka ndodhin. Mos e kurse kërkan nëse je i sigurt që po thu. Por në edhe njerë, falën të snidhë mirë. Po thot, mos e kurse kërkan, po thot, apo vjeni dita shkujna bashkë të prokurori me dhoni dëshmi në mbetim, po thot, mos e kurse kërkan unë të ndihmoj. Po së ndihmon. Është Gazmet Halile është avokat. Po, pavarësisht kush dëmtohet, mirë po duhet me qenë në mbetim. Unë e falem njëftë kërkoj folje se unë jam marrë në Gjermani me 13 vjetë. Mirë. Veç në mbetim një me fol, kuptohet, duhet me qenë shumë i sigurt. Deklaratën për arme, deklaratën për dëshmetar, deklaratën për rezervat shtetit. Shtë nuk u bërgos për kush. E ku të zonë e ty besë se një njeri shit arme me miliarda, i shit Ukrajinës, nuk ka këta njërë për ku të zonë e ty besë. Okej, po Po, nëse do ma më të një zonë, vjetët, ma të shkëria për mes 24 orëve unë të qojë kaujën morën. Unë jetojnë momentat. Po, se, mos u largo për telefonin se mandej s'po dëgjosh. Po thot, në ba dërgan mu prokuroria një letër, unë për 24 orë jam gjendje me onë Kosovë me onë deklarat. Qështu bëllët? Apo dhëtë qështu ndohe? A proma që të mundësi prokuroria të qërë tjetër, shkukna. Shkruaj prokurorisë speciale të Kosovës, apo veç prokurorisë cilës dush, prokurorisë ka lidhje. A ki mundësi ti me ronë kontakt me prokurorinë speciale me vunë kontakt duhet? 24 orë. 24 po thot. Unë vënaj kontakt me prokurorinë speciale. Mirë po, unë nuk marrë përgjegjësi nëse deklaratat tua nuk janë vërteta. Se sa ku jam të prit, mësë me hap deklaratë në Gjermani. Po thot, po thot se qaso ku jem të prit. Veç kje parasysh që do të me folë në mbetim dhe nëse nuk e këtë vërtetën, nuk pa para gjykoj, mirë po pastaj urdhej për penale. Folet vërtetën mos ki dertë asjerë. Vërtetën, unë ju kam të regu për mes krejtë që ka qupe për. Po ja, ka me fok të bu. Po. Unë i kam me... Ate, duhe, për mos me zgjallë ma shumë se nuk po dëgjohet mirë, pelom një kontakt dhe më thonë tonin edhe të gozit që këj më të lidhë me prokurorin speciale edhe me thonë të një deklaratë. Gjithësisht, me dëshirë. U bon, faleminderit shumë që ishe sonte me neve.